Të ndërua shikuesi, jemi përsëri së bashku tashmë në pushimin e ndeshjes Vllaznia Teuta. Pjesa e parë është mbyllur me avantazhin e skuadrës kuqe-blu me golin e shënuar në fundin e kësaj pjese përmes Kevin Totajt. Kam Amarildo Belishën, një figurë të spikate të klubit Vllaznia. Belisha, pjesa e parë, sipas jush, si shkoi? Besoj një pjesë e parë e ekuilibrume, besoj që edhe Durrësi bën një pjesë fort mirë, pavarësisht se domethënë kontrollin e topit më shumë e kishte Vllaznia, edhe u prit te ky ritëm sepse përveç faktit Vllaznia ka luajtur në mesjavë me Dinamon, kështu që nuk ashtu se kishte ritmi i ndeshjeve tjera në Shkodër, që na mësuan me pa Vllaznia domethënë me një ritëm, me një pressing lart edhe me dy luftime të fituara. Por pat me rastet edhe me Jagun që rrezikume, pat me rastet edhe me Çatun që ishte afër golit, por e realizume në fund u shpërblim në fund pjesë parë me golin e Kevin Dot. Besoj që pjesa parë rezultati u përgjigj edhe pjesë parë. Shpresoj që të vazhdojmë në pjesën e dytë, pse jo ta korrigojmë në fituar. Dodaj po konfirmon formën e mirë sportive, po shënon ndeshje pas ndeshjes, duket se po vjen në momentin e tij më të mirë. Po më vjen mirë që Kevini po aktivizohet, tashmë ka fitu besimin, si thonë, edhe në vetvete, edhe trajneri, po ja shpërblen domethënë me minuta, po jep minuta, ka duke arrit, si thonë, dozën e aktivizimit. Shpresoj që deri në momentin e fundit, që është edhe momenti final i kampionatit, të na shërbejnë edhe të arrijnë objektivin që i kena vënë vetes tashmë. Në opinionin edhe sot po komentohet që mungesa Kastratit duket se ndihet paksa. Vlerët e Kastratit tashmë dihen, ne kena pa ritmin e tij dhe kontributin e tij te ekipi. Ju uroj gjej momentin ti uroj shem sa më shpejt edhe t'i afrohet ti bashkohet ekipit, sepse me të vërtetë kontributi i tij ka nevojë Vllaznia për kontributin e tij. Pavarësisht se lojtar organik në Vllaznia ka të plotësuar mendojnë për me zëvendësuar kontributin e Kastratit, besoj që do të vazhdojmë me këto ndeshje të mira me rezultate pozitive, pse jo. Te kalojmë në pjesa e dytë, me atë çfarë pas në pjesën e parë, si e parashikon? Mendoj që pjesa e dytë do të jetë në kontroll, do të mundohen besoj me kontroll me administruar rezultatin, sepse për vetë faktin se që thash pak më parë, nuk e kena luksin sepse kena bërë një 90 minutë shumë të lodhshëm me Dinamon, kështu që nuk mendoj që do të kalojmë në aventurë me bë pressing edhe me luftu, por besoj që do të administrojmë, do të dimë administru rezultatin, pse jo me shënuar një gol dytë edhe me mbyll ndeshjen. Diçka për skuadrën kundërstare, e cila po lëviz jo pak, po kjo Teutë e ka mundur në vazhdim 4 muaj më herët në Loro Boris. Siç thash, Teuta bën një pjesë fort mirë, përgjithësisht më pozicionuar mirë, kishte ardhur me objektiv të qartë për me blloku lojën e Vllaznisë. Dhe një farë pikë të arriti qëllimit, pavarësisht siç thash edhe pak më parë, sepse administrimin e lojës e kishte Vllaznia, por edhe Teuta nuk meti pas dhënë pati 2-3 kundërshtuese, 2-3 zbritje të shpejta, që mund ta rrezikote, por shpresoj që vazhdojmë me këtë ritëm në pjesën e dytë. Sprinti final, tashmë shikon me optimizëm, me besim se po realizohet ajo dëshirë e ka hershme. Tashmë kena eksperiencën e mjaftueshme në sprintin final, sepse kena disa vite që i shkojmë te sprinti final. Shpresoj që këtë vit ta prejmë shiritën e finishit, ta prejmë edhe jo në ekip tjetër Superligës. Ishim me Amarildo Belishën, një nga ish-futbollistët e Vllaznisë, tepër të spikatur, ish kampion i Shqipërisë dhe tashmë një trajner me vërtet model tek Akademia Vllaznia. Belisha, faleminderit. Faleminderit. Apo Ildo, Ildo, si